Daud Haradinaj, deputeti AK-s, ka komentuar situatën politike në vend dhe ka shprehur shqetësim për krizën e thellë që po kalon Kosova. Ai në Blitz intervju ka thënë se ardha në pushtet e vetëvendosjes është e lidhur ngushtë me emrin e Vjosa Osmanit, por për momentin gjendja politike është shumë e ndërlikuar dhe zgjedhja e presidentit do të jetë një sfidë e madhe për vendin. Ardha në pushtet e vetëvendosjes lidhet me emrin e Vjosa Osmanit. E kuptoj fare mirë që tash pozicioni i ri politik është ky që është. Kosova do ta ketë shumë të vështirë zgjedhjen e presidentit, tha Haradinaj, duke paralajmëruar se do të jetë shumë e vështirë për kuvendin të arrijë një zgjedhje të pranueshme. Haradinaj tutje theksoi se vetëvendosje janë duke u bërë përpjekje për të kontrabanduar deputet nga partitë e tjera, një situatë që sipas tij është e pazakontë dhe shqetësuese. Në këtë situatë që jemi asnjë deputet i Parlamentit të Kosovës nuk e din se si do të dilte nga kjo situatë. Unë e di që janë duke u munduar të kontrabandojnë deputet të partive të tjera, shtoi ai. Folet edhe në kuvend, disa kanë qenë edhe publike në media, pra bëhet fjalë për PDK-n dhe LDK-n, por duke i njohur të dyja nuk besoj që do ta kenë problem në këtë drejtim, tha Haradinaj. Në fund, Haradinaj nuk ka hezituar të kritikojë as kryeministrin Raudet Albin Kurti, ku sipas tij ky i fundit po i nështrohet partive të komuniteteve jo serbe. Më vjen më keq ta them, por 99% të kritikave që Kurti ka pas në të kaluarën, ky është edhe më poshtë në sjelljen e tij. Unë jam çudit, por është e palogjikshme se si ka mbërri situata e Kurtit të nështrohet kaq shumë një komunitet jo serb, përfundoi Haradinaj në deklaratën e tij.